Këshilli Bashkiak I Maliqit ka miratuar një ndihmë emergjente financiare për t'i ardhur në ndihmë familjes Azislari, ku për shkak të zjarrit humbën jetën nëna dhe 2 fëmijët e saj. Ndërkohë kryebashkiaku dha lajmin se me mbështetjen e bizneseve të zonës po punohet në këtë shtëpi për ta rikonstruktuar pas shkatrimit të saj nga zjarri I rënd. Duhet të shikojnë që këta ardhat shtimin e kësaj ndihme, sipas mundësive, sepse ishin 2 ema dhe djali, ndroi hip dhe vajzën prapa. Dhe materialit ose andaj duhet ta kemi kujdes. Përshpejtimi procedurave të emergjencave, sepse ato janë procedura, po një përshpejtim që të paktën sepse pa afrodis ndihmet aty është shkatëruar çdo gjë. Pavarësisht procedurave ligjore që të ndjek Këshilli Bashkia, ne kemi filluar aty punën konkrete dhe besojmë brenda 2-3 ditësh ambienti do të jetë në gjendje të jetueshme nga bizneset të zonës, të cilët po kontribuojnë për ta bërë në mënyrë vullnetare rehabilitimin e tyre. Në këtë mbledhje të Këshillit është kërkuar më shumë vëmendje nga ana e institucioneve për familjet në situatë të vështirë. Në bashki që kemi 2100 e ca njerëz me ndihmë ekonomike dhe ndërkohë kemi rreth 1000 të tjerë me 6%. Nisur nga kjo, unë nuk besoj që e zgjidh ajo gatishmëria dhe emergjenca. Ka studime të tilla, të cilat ne të parashikojmë diku, se mos lëmë ndoshta fasha dhe njerëz të tillë diku tjetër të harruar dhe presin fatkeqësinë e radhës. Drejtoria përkatëse me shërbimi social këtu paraprit këtyre probleme. Nuk kam fjalën për raste smundjesh, por kam fjalën për familje të cilat për arsye dokumentacioni nuk mund të kenë kushte minimale për të jetuar në ato banesë. Këshilli ka miratuar gjithashtu edhe një tjetër ndihmë financiare për një tjetër familje të dëmtuar nga zjarri pak javë më parë.